Tash e kemi kaptinën tjetër, e cila ka zbrit për me na rujt nga keqbërësit e mbrëmshëm. Apo nga vezvesja e mbrëmshme, nga dilemat e shumta që na hyjnë neve në shpirt edhe në zemër, nga hamendjet e shumta që neve strehohen edhe flenë shpirtin tonë. E ajo është kul eudhu bi rabbin nas. Andaj, kur i zbriti kjo sure pejgamberit alayhis salam, i dha një qetësi të madhe se Allah është ai i cili na ruan nga gjonat e mbrëmshme, të cilat më nuk janë të jashtme, po kanë hinë trup, edhe depërtojnë, edhe qarkullojnë, ashtu që qarkullon gjaki i njerit. E shejtanu tajri majra dam. Ashtu që sillet gjakë dhe qarkullon në trupin e njerit, ashtu mundet me qarkullu edhe shejtani. Mirë pa kutus, kul a'udhu bi rabbin nas. Kërkojmë mbështetje tek Zoti i njerëzimit. Rabbin nas. Çka është? Krijues i njeriu. Ai i cili ta din të mbrëmshmen dhe ta di të jashtmen. Ai ta din se çka far vezvese ke, çka po të përshpërit në shpirt dhe në zemër, ai ta din se të ka krijuar. Po ti kërkon mbrojtje tek ai, mirë që të pastrohesh. Andaj tha kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas. Kërkojmë mbrojtje tek krijuesi i njerëzimit, mandej tha tek sundimtari i njerëzimit. Melik, ai i cili të sundon edhe ai i cili të gjykon. Ne dashtëm pa dashtëm Allahun e kemi sundues edhe Allahun e kemi gjykues. Tek ai do të ndalen edhe gjërat e mshefta dhe gjërat e jashtme. Ka me ardhur një moment që edhe ato gjërat që ne i kemi harru, që i kemi bërë, kanë mu shpalosën. Pse yawmu tawalla sarair, është një ditë ku do të nxjerrën jashtë gjitha ato të mbrëmshmet që ne ndoshta i kemi harrue ose nuk i dim apo na kanë ikën. Andaj tha kërkom mbrojtje nga Zoti i njeriu, i njerëzimit, mandej nga sundimtari i njeriu, ilahin nas, edhe kërkom mbrojtje nga ai i cili meriton adhurim. Që vëllazër, kemi emrin Allah edhe kemi emrin Zot. Allah është ti kur e njeh Zotin tan, edhe i ban ibadet, ai është Allahu yt. E njeh Allahun, e njeh Zotin, edhe i ban ibadet, ai është Allahu yt. A nëse ti vetëm e njeh Zotin, edhe nuk i ban ibadet, edhe nuk i bën sejdë, edhe nuk i përkulesh, edhe nuk i bindesh urdhnave të Ramazanit dhe gjërave të tjera, ti ata e ki vetëm si Zot, i cili është edhe Zot i botës bimore, edhe Zot i botës shtazore, edhe Zot i insektet, i kozmosit, ajo Zot i gjithçkajt. Po për me kon Allahu yt, duhesh edhe mi përkul. Duhesh edhe mi ranë sejdë. Atëherë ai është Allahu yt. A përndryshe, sikur që është Zot i gjithë krijesave, është edhe Zot yt, nëse ti nuk i bën sejdë dhe nuk i përkulesh. Andaj tha ilahin nas. Aty ku njerëzit i përkulen edhe i bën ibadet, i cili meriton vetëm ai ibadet e jo dikush tjetër. Mandej është shumë e rëndësishme e fundit vëllazër. Ilahin nas min sharril waswasil khannas. Kërkojmë mbrojtje te Allahu nga el waswas. Waswas është emri i shejtanit, i cili fut brenda tek njeriu dyshime të mëdha. Fut shumë paragjikime, shumë vezvese, sa që i rëndohet njeriu të shpirti, edhe ka shumë raste përfundojnë edhe vetvrasje. Atë shumë i fut vezvese, edhe dyshime, edhe gjona të kota, e jaranon shpirtin, jaranon mendjen, jaranon zemrën, edhe ai mon nuk sheh rrugdalje, edhe e çon edhe në vetvrasje. Andaj tha, kërkoni mbrojtje nga waswasi, ai i cili fut edhe mbjell dyshime, edhe mbjell të këqija, edhe mendimet liga në shpirt edhe në zemër, kërkoni mbrojtje të çliroj. Po ku kërkohet mbrojtja? Tek krijuesi i njeriu, tek sunduesi i njeriu, tek ai i cili adhurojnë njerëzit. Khannas, thot kjo është emri i shejtanit, i cili edhe mbjell gjona të këqija në shpirtin tan edhe në zemrën tane, edhe jehreb, edhe ik të levet. Ti lën gjonat edhe ik. Andaj tha kërkoni mbrojtje nga ai i cili ti mbjell të këqijat edhe të lën. Tash ti ki pengesa, dikujt se ecë shkolla,
dikujt s'ecin mësimet, dikujt s'po ec biznesi, dikujt edhe çka shejtani vjen ja fut shumë dyshime, edhe shumë vezvese, thot ta ka bon filan personi, filan studenti, filan biznesmeni, filan kojshia, filan akrabaja, ti futi këto dyshime pa fije, ajo është i pastët këtë për këtë gjona, por shejtani ti mbjell, ti len edhe ik. E për mos me pas një këse gjona vllazër, duhet me lexu kapitullin Kul e'udhu bi rabbin nas. Mandej në fund përfundon minel jinnati wan nas. O Zot, më ruaj nga e gjinët edhe nga njerëzit. Prap po vjen tek njerëzit. Njerëzit janë shumë më të rrezikshëm se gjinët. Njerëzit janë shumë më të rrezikshëm se sa shejtanët. Njerëzit janë më të rrezikshëm se krejt e sidomos ai i cili e flet gjuhën tonë. Edhe duket si ti, edhe rrin me tije, edhe të bashkangjitet në për shumë gjona e sheki i bashk, a në realitet është armik. Në realitet ai ushqen armiqësi. Për ja të regoj një shembull të shkurtë për përfundoj vllazër. E kish marr uku i madh me mësu ukun e vogël. Se çish duhet me gjujt. Me i kap delet ose tjerat. Edhe e çonte një kopej delet edhe i thot. Këshiri thot këto delet, thot po. Thot mishin e kanë shumë tamël. S'ka mish më të mirë se i delet. Uku i madh për thot ukit vogël. Për mëson. Mirë po thot, këshire thot atë bariun, çabanin me shkop. Thot shkopi ati çkakton shumë dhimbje. Thot ruje shkopit çabanit. Faktikisht pushkas çabanit, shkopit çabanit, thot ruje, thot se si të kapa e është e dhimbshme. Ki vogli ndërkohë e shef edhe një qen aty. Edhe thot, o bab, thot pesho, thot një kokasinej aty mrejna, koka mirë puna. Jo, bab, thot, ajo është më i rrezikshmi, më i keqi. Ata thot që na përngjasoj neve, edhe flasin gjuhën tonë, edhe dokën si ne, por nuk janë tonë, edhe nuk janë parefisit tonë, thot ata janë më të rrezikshmi se krejt. Allah na ruaj vllazër, Allah na ndihmoj.